Një vit plot punë, s'dyshoj, një vit, një repertuar, një kalendar kulturor i sërmbushur i teatrit, si gjithmonë me premiera me shfaqje nga më të ndryshmet. Po e afrohemi fundit të vitit, zakonisht periudhë, sepse aktivitetet s'na kanë mbaruar akoma, po gjithsesi din të jetë edhe periudhë reflektimi apo jo mbi punën që po lëm pasi e shohim këtë vit pune. Shife, nuk është e lehtë të menaxhohet një institucion kulturor sikur që është teatri shqiptar, është mjaft e vështirë sepse jo çdo herë mbaren gjitha gjërat prej teje, mbaren normalisht edhe prej buxhetit edhe prej ministrisë, prej njerëzve, se zakonisht njerëzit anësh janë ato që ndihmojnë ose nuk të ndihmojnë atë që ti ke synuar ta bësh. Unë nga natyra jam njeri që kam dëshirë të lëvizi gjërat dhe me shumë dëshirë vitin e kaluar e pranova këtë post, me atë që të mundohemi për më të mirën, për teatrin, për njerëzit që mirën me këtë profesion, dhe mund të them që ishte një vit mjaft i frytshëm, i lodhshëm normalisht se ka gjëra që dalin brenda punës pa parashikueshme, problemet pa parashikuara që ndodhin aty për aty, por që duhet dish ti menaxhosh apo ti të reflektosh apo të vendosish shpejt të normalisht ti bish punën në aty ku duhet, po.